dhe vepra ma pëlqyme dhe ma shpërblyme të kimodhi Allah Gjellë Gjellalu t'i dhurojsh ati tjetrit gëzim, kënaqësi, dashuri, si kur dhe me i pamë dhe me i busqeshje. Si thodi dashmi Zonë a.s. I busqeshje në ftyrë ose përpara vllajt tanë musliman e kesa dhe ka ke i modhi Allah Gjellë Gjellalu. Na jemi në këtë model sot ja valla. Nësojnë tonë zot kanë mes nesh modelet më të shumtuta. Mos i pasëshin për hise. I jep selam, the kokë. A futet me këtë kalum këj loj ose këj soja? Vazhdojnë akoma Resulullah s.a.s. O thot, tek shefu anhu kurbe. Hen tek veprat më të mira dhe më të pëlqime dhe më të shpërblyme tek Allahu Gjellë Gjellalu. Ose ti largojsh ati një hallu, një dert ose një breng. Në sot më nga me i pjesë për nesh me jashtu sa më shumë, sot në rrujë. Ose ti shtynësh borgje që i kanë harderin fyks. A kemi ngju për fjallën borgj, vëllë kemi ngju. A kemi ngju se Zot na falë Rabi dhe prej sojt tonë që vinë në xhamin e marrin borgjën pa kur farë përgjegjësie dhe as nuk çajnë kaptin dhe kokë mëme. Ama se ka filone po. Vëllë kemi ngju, na kanë harë. A dhe gjithë dhe të limi, ja nuk e në qaha. Shtu bëjsh? S'prove mëve.